Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit. Të bëjmë një mesazh për ju të dashur ujor me një oracle që është rikthim i shpirtit, letra oracle, dhe një tarot që është 2 të kupës, letër bukur. Dhe kjo akoma më e bukur, shikçoni të dashur ujor. Këto letra flasin për një rikthim të thellë tek vetja. Çfarë do të thotë, duhet ta dini ju më së miri. Tek ajo pjesë e shpirtit që ndoshta e ke humbur rrugës, duke dhënë shumë për të tjerët, duke qenë aty për të tjerët, duke bërë dhe jetuar për të tjerët. Soul Retrieval tregon se procesin e shërimit të shpirtit, kthimin e dritës, gëzimit dhe energjisë që dikur i ke dhënë njerëzve apo situatave që se meritonin, nuk e meritonin. Është koha të marrësh veten prapë në duar dhe të ndërtosh kufi që mbrojnë paqen tënde. Është duke u rikthyer të dashur ujor një fuqi e juaja. 2 të kupës sjell energjitë e bashkimit, të dashurisë, që nuk do thot patjetër dashuri, por tani nëse marrim duke u kthyer te shpirti apo juaj, energjinë e bashkimit, zëmra dhe mendja juaj, vetja juaj. Po mund të jetë dhe dashuri, mund të jetë dhe për punë, të ke shëruar veten, kjo është pasi të ke shëruar veten, një lidhje e re ose një pajtim mund të vinë në jetën tënde. Kjo mund të jetë një dashuri romantike, por po aq shpesh është edhe një lidhje shpirtërore me dikë që ndjen sipas qyrë tënde, apo një projekt, punë, çfarë do të jetë, që ndjen veten sikur je aty, sikur aty ke lindur. Ky kombinim tregon një shërim të dyanshëm, kur ti gjen veten të dashur ujor, edhe marrëdhënia apo puna apo projekti apo çfarëdo që të jetë në mendjen e juaj shëron pra. Mesazhi të dashur ujor thotë që mos të harro për të lidhur me të tjerët në mënyrë të shëndetshme. Që nuk do thotë patjetër vetëm ju që keni dhënë, mund të jetë e kundërta, keni marrë vetëm, keni marrë dhe s'keni dhënë. Dhe kjo mund të jetë ajo, por që un po lexoj ajo çfarë më del në letër, që thotë të jetoni shëndetshëm, jo në lidhje, marrëdhënie, çfarë do qofshin ato, emocionale, romantike, financiare, ekonomike, ku diun, cilat do të jenë toksike, larg tyre. Duhet të jesh i e lidhur me shpirtin tënd. Kjo është një periudhë për të rigjetur ekuilibrin me zemrës dhe mendjes, për ta falur, për të pranuar dhe për të hapur zemrën ndaj dashurisë së re që po troket të dashur ujor. Pra, kur e rikthen shpirtin tënd, çdo gjë tjetër kthehet në vendin e duhur. Po si jam unë? Kush do i kërkoj dëshirat e mia? Apo kush do arrijë ato që dua? Kjo është ajo që thot të dashur ujor.